E mallkoft Allahu atë njeri I cili bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. Do të kuptojmë se kurbani është ritual ose adhurimi që I bëhet vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Tu është ajetin kuranor ku Zoti xhelel xhelalu thot fasalli li rabbika wanhar. Thot ti bëj kurban për Zotin tënd. Pra ti falu për Zotin tënd dhe bëj kurban vetëm për të. Pra ajeti është drejt për së drejti se kurbani bëhet vetëm për Allahun dhe për askën tjetër. Prandaj thot në ajetin tjetër thuaj thot Allahu xhelel xhelalu I thot profetit alayhi salatu wasalam thuaj se namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun. Pra kurbani ky ritual që është sepse kurban do thot është një adhurim që e dedikon Zotit. Kjo nuk bëhet vetëm për Allah. Nëse kurban bëhet për dikë tjetër përveç Zotit, ta di se ka bërë një nga mëkatet dhe një nga gjunahet e mëdha. Nëse Zoti na ruaj, nuk pendohet për këtë mëkati dhe vdes, ai nuk hyn në xhenet. Prandaj vëllezër, Allahu xhelel xhelalu kur I krijoi baktit si begati për ne, dhe jo vetëm kaq si begati për ne njerëzit, por I nënshtroi ata po për ne. Dhe për këtë arsye ka për këtyre baktive që ne I shfrytëzojmë në dobit ton, duke I hypur apo duke I hangë mishin apo duke I marrë qumshin, atëherë do thotë që gjaku I këtyre nuk mund derdhet vetëm se në emër të Zotit I cili I krijoi këto bakti. Nëse ky gjak I kësaj baktie derdhet në një emër tjetër, jo të Zotit, ta di se ai është zullumqar dhe ka bërë një nga mëkatet e mëdha. Prandaj thot Zoti xhelel xhelalu kur na tregon ajetin kuranor thot, a nuk po I shikon, thot Allahu po I drejtohet njerëzve, duke thënë a nuk po I shikojnë ata se ne u krijuam atyre bakti që prej tyre ata I hypin dhe prej tyre ushqehen me ta. Thot gjithashtu thot vazhdon ajeti thot dhe me ta ato bëjnë ose përfitojnë shumë prej tyre dhe Zoti ka bërë këtë gjë me qëllim thot apo falenderojnë vallë Zotin dhe nga falenderimi I Zotit që I bëhet baktis është kur ajo pritet në emër të Zotit. Pra bëhet vetëm për Allahun dhe për askën tjetër. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar në hadith se kurbani është e drejtë e Zotit. Kjo e drejtë nuk bëhet për askën tjetër. Nëse ne ngjojmë se ka diku në dikë vend që bëjnë kurban për filanin apo për alanin, ta di se ai është zullumqar. Ai është mëkatar, Zoti s'ia pranon kurrë atij njeriu nëse ai nuk e bën këtë kurban për Allahun. Kjo e drejtë që I përket Zotit I bëhet vetëm atij. Profeti alayhi salatu wasalam kur e mori kurbanin tha në emër të Zotit, tha bismillah, Allahu akbar, Zoti është më I madhi. Pastaj tha, o Zoti, kjo bakti është që ti më adhurove dhe kjo bëhet vetëm për ty o Zot. Pra ti më adhurove, unë e pohoj se këtë mirësi ma dhe ti dhe kur kjo bakti prijet vetëm për ty o Zot.